miq të Prizmës. Po transmetohet drejt për drejti seanca e gjyqit Erion Velis dhe kundra Hoxhdados ose prokurorit në akuzën që i bëhet këtij të fundit si i pamerituar në vendin e punës që është. Dhe kjo seancë është kërkuar që të vendoset në fokus gazetaresk, por në fokus publik, po them të transmetuar. Gjykatësi ndërkohë është tërhequr të marrë vendimin, po ky është nga aktet kryesor. Një nga aktet më të rëndësishëm që po ndodh në Shqipëri, sepse jo se është Erion Velia dhe Hoxhdada, por sepse po transmetohet dhe preket një temë jashtëzakonisht e thekshme në këtë vend. Diskutohet që një prokuror nuk është në vendin, një prokuror i lartë i spakut, po themi, nuk është në vendin e duhur, duke mos pasur kriteret për të zgjedhur, është vendosur si prokuror në mënyrë absurde nga ish presidenti i dikurshëm. Në të vërtet, ky është momenti për të diskutuar dhe për të thënë. Në qoftë se sigurisht del e vërtet në këtë gjykat që një prokuror nuk është në vendin e tij si prokuror në mënyrë të duhur, drejtësia në këtë vend, akuza e shtetit në këtë vend është për të qarë me lot. Në të vërtet është kapur një pikë nyje që është mbarimi i magjistraturës, që nuk ka ndodhur me prokurorin Hoxhdada. Dhe dihet marrëdhëniet e këqija që ka pasur ky prokuror duke kërkuar një leje pallati dhe duke mos u dhënë nga kryebashkiaku Velia dhe persekucioni që ka ndodhur gjithë familjes Velia. I lejm akuzat të cilat kanë dështuar edhe nuk kanë dalë. Këto po i lejm edhe burgun që po bën Velia. Nuk më interesojnë, kur po të dali fajtor është fajtor, për mua nuk ka rëndësi. Problemi qëndron ke ky fakt. Një prokuror i cili është aty në SPAK duke mos qenë prokuror. Kjo është kryevepra e kryeveprave dhe këtu duket tash normalisht, këto janë pamjet direkte që në përgjithësi duan të tregojnë një element katastrofik. Kush është? Është raporti që ka shteti jon, që ka shoqëria jon me legitimitetin. Në qoftë se një prokuror del që është i palishëm nga kjo gjykat, vërtetohet edhe merr sistemin e saktë të gjyqit ose të drejtësisë pikërisht në këtë lloj gjykate, nuk e di se ç'mund të ndodhi më vonë, jo vetëm me këtë prokurorin, por me sistemin e drejtësisë në përgjithësi. Shiko, edhe një njeri i fajshëm ka të drejtë për një vendim edhe për akuzë ekuë, të drejtë, po nga një prokuror. Tani po merret vendim se çfarë është bërë, edhe prokurori po thotë, nuk e di se po flas edhe unë. Vazhdon të bie një telefon aty, ala nuk e ul zërin e brenda, është në publik, ka ardhur Robert Drenika, Gaspaja dhe shumë që janë akuzuar edhe nga ky Hoxhdada. Është një veprim, ja ku është Robert Drenika, sepse ai është përhapur si vaj në lakra, ka një inat të jashtëzakonshëm personal me kryebashkiakun, ka përsekutuar gjithë familjen e tij dhe të shoqen, ka bërë kontrolle nga më absurde, duke u dyshuar është prokuror apo nuk është prokuror. Kulmi i të gjitha kulmeve. Po ndërpres tani për të vazhduar më vonë. Tash u mor vendimi, kanë lejuar vetëm transmetimin e pjesshëm, fillimin, pranojnë pikërisht këtë që pam ne live, por për faktet dhe elementet që janë brenda këtij lloji gjyqi, kësaj lloj seance, nuk do lejohen më kamerat që të veprojnë. Zgjodhen një rrugë të mençme, i lejuan të futen, të bëjnë punën e tyre kamerat, po dilni jashtë pastaj thotë sepse kemi gjyqin. Dakord, problemi është se do vazhdojnë të hetohet dhe të shqyrtohet padia e Erion Velit për prokurorin Hoxhdada dhe pa rregullshmërinë e tij në qenin në atë detyrë. Kjo është një nga çështjet më të nxehta, jo thjesht se është Erion Velia aty, por mund të ndodhi
të shohim dhe të vërtetojmë që mund të kemi një prokuror të pamerituar detyrë. Miq Prizmus, tash po vazhdoj me emisionin. Sot vazhdon seriali i protestave të Sali Berishës për të mbrojtur ekonominë e tij, financat e tija dhe partinë pronë të tij. Sigurisht kishte shpallur që do të jetë një kryengritje marshim, protestë, kryengritje marshim. Ndërkohë që policia dhe drejtori i përgjithshëm i policisë i thotë i keni leje vetëm bulevard, të gjithë vendet e tjera do të jenë të mbyllura. Berisha shpik element që sigurisht të dëmtoi Tiranën, dëmtoi qarkullimin, të vinë majthundës të gjithë qytetarëve, sepse ai këtë karakter ka. Problemi është tash që këto protesta nuk janë Sali Berishës, por janë të njerëzve të cilët duan të përfitojnë nga Sali Berisha. Çmendëria e tij pasohet dhe shoqërohet me perfidjen dhe me atë anën kriminale të njerëzve që e shoqërojnë dhe që e rrethojnë. Tashmë të gjithë e dinë se kush është Sali Berisha dhe çfarë bën Sali Berisha. Këtë e kanë qartë gjithë tash. Problemi nuk është ke Sali Berisha. Dihet, ai është një person i cili nuk konsiderohet nga ndërkombëtarët, është i lënë në qoshën e tij, e dinë që është një non grata, e dinë që është një kriminal, e dinë që është një person i cili nuk ka qëllim demokracinë. Ai ka shkatruar gjatë gjithë jetës tij demokracinë, por problemi është se janë njerëz që ndjekin brapa sepse me të përfundon dhe raporti i tyre politik në Shqipëri. Të gjithë ata që janë brapa, nëse Sali Berisha do të tërhiqesh, do kishin konkuruar për kryetar të partisë, duke filluar nga Flamur Noka e kompani. Por partia nuk është e Flamur Nokës edhe e Gazbardit, sidomos e Gazbardit dhe Albana Vokshit. Partia është e Shkërzenit edhe Argitës, sepse ajo është kthyer në një parti pronë. Dhe në këtë pikë, ky është problemi. Ata po i shërbejnë grupimit që nesër ajo pronë të kaloj aty ku sigurisht pastaj janë pronarët e vërtet saj, nuk mund të konsiderohet tashmë pronar. Babai do t'ja lej fëmijëve, nuk mund t'ja lej këtyre tipave që janë aty. Prandaj faji i madh i tyre është që e ndjekin mrapa. Ata e ndjekin mrapa se nuk janë zot më të ballafaqohen as të ballafaqohen as të ata forcat e marrin nga Sali Berisha. Flamur Nokën, hiqja Sali Berisha, Flamur Noka është një zero, e zhgravisin atje, e marrin zvarr, bashkë me Albana Vokshin, pa larë mirë kokën bile, ashtu, siç është, e çojnë në esfelt. Edhe të gjithë të tjerët, absolutisht, përfshi edhe këta modernët e mëdhej, tabakun dhe atë alimhidhin. Ata janë përfaqësuesit më të degraduar, të një degraduari mendërisht edhe ekonomikisht. Kanë pranuar në ndjesitë e tyre të jenë pjesë e pronës së Sali Berishës, jo Partisë Demokratike. Partia Demokratike, duke qenë pronë e Sali Berishës edhe familjes tij, Zenit edhe Argitës, bashkë me aksion sigurisht që do ketë edhe shoqja Liria, kanë pranuar që të shpartallojnë opozitën. Imagjino ta shpartallojnë ata deri në atë pikë sa mos tjetë zonjat më të çoj kokë. Mos tjetë zonja të mbledhje as 30%, bile më pak se të elektoratit. Është një katastrofë në vete, po ta diskutosh si problematik politike. Filozofike duhet futet në analet e mëdha të Oxfordit, Cambridgeit ose nuk e di, Yale-s ose universiteteve të mëdha, për studiuar mentalitetin mitik, idiot, arrogant dhe ignorant të shqiptarëve, të asaj pjese e cila vazhdon të besojë se Sali Berisha ndjek rrugën e demokracisë, duke qenë njeriu numër 1 që ka shkatruar demokracinë në Shqipëri dhe i shërben edhe asaj që ata e quajnë regjimi i sotëm, edhe që sigurisht ka të bëjnë me majorancën e sotme dhe Edi Ramën. Nuk ka më, nuk e di, fresk, ata që i bëjnë fresk më tepër kësaj majorancë se sa është familja e Sali Berishës, interesave të saj ekonomike dhe financiare. Dikush po më thoshte janë interesat edhe në rjoll të Shkërzenit. Sigurisht se aty është një prej miqve, Bashki Mulaj. Pavarësisht se unë e di që aty s'kan tokë ata që po protestojnë. As s'kan tokë, s'kan pasur kurrë jetën e tyre. Ata janë mashtrues si zakonisht ndodhe edhe në për vende të tjera që thonë këtu i kemi pas gjyshat, e s'kan pas as gjyshat i kanë pas në mal ata.
kanë ra vonë poshtë në për ujna. Ideja është se aty ka interesa, normalisht që ka interesa. Por këto interesa janë jashtëzakonisht vogla për të përfaqësuar Shqipërinë dhe opozitën shqiptare. Pra, shkatruesi numër 1 opozitës shqiptare është pikërisht Partia Pron e Sali Berishës, që është Partia Demokratike. Dhe ata që i shkojnë mbrapa, normalisht që janë njerëzit më të fliqur që ka Shqipëria, sepse sigurisht lejnë vendin, lejnë shoqërinë shqiptare, okupojnë normalisht pa opozit, pa alternativë politike, se opozit mund bëjnë ato ashtu, siç dinë ata, marrëzirat e tyre, idiotizmat e tyre, po alternativë nuk japin. Të kesh alternativë sot Sali Berishën, alternativë politike sot Sali Berishën, komunistin e 1968, vetëm luajturit të mëndsh në Shqipëri mund ta bëjnë. Jo vetëm luajturit të mëndsh, po alternativa politike Sali Berisha, komunisti 1968-ës, është alternativa politike o të luajturve të mëndsh politik, o të korruptuarve, të degraduarve filozofike dhe politik pikërisht në atë krah. Dakord, miqtë e mi?